Mirë mëngjesi të gjithë, atëherë sot është data 6 dhjetor, dhe unë, si që dini shumë mirë, Stesi ka ditëlindje në datë 18 vjeça dhe nuk më besohet akoma në bërë 18 vjeça. Më fal një përshëndetje në katastrofë, sepse çava edhe gosat në shkollë sot se i hiku autobusi. Kështu që tani do i shkruaj Stesit letra, po e vazhdoj. Kam shumë gjëra të bukura, gjëra që më vjen në përmendje. Buka, po edhe në momente që edhe të vështira me rritjen e fëmijëve dihet se si është, po më vjen më shumë gjëra të bukura në mendjen time. Edhe tani do fillojmë të shkruaj, edhe nuk do ja tregoj tek letra, sigurisht do filmoj vetëm pak, do ja tregoj diçka të vogël, domethënë, jo krejt. Ta marrë fletorën e Beatrices që t'i heq në fije tu se ku kam nërja, se botat ishë në shkollë. Kam shumë gjërë për të Stesi. Kam shkojt shumë. Letra edhe kam shkruar shumë, po kam shumë për të shkruar sa që nuk e di, nuk e data. Po ka rëndësi se gjërat më të rëndësishme ja kuptoj. Edhe shpresoj që një ditë kur të rritet më shumë, sepse tani okej është rritur, po nuk ka akoma kuptuar krejt udhëtimin e jetës. Ta hapi këtë letrën edhe ta lexoj. Edhe vetëm 2 rreshta që jam për të këshilla. Se më ishin shumë gjërat kështu. Edhe unë të doja shumë që lexoja këtë letrën të dielën darkë, domethënë në vakët e snakut. Por nuk e di, nuk do t'ja alë kurrë. Tani që ke 18 vjeçë, dua të lej disa fjalë që të shoqërojnë për gjithë jetën. I kam shkruar në italisht sepse kështu më erdhi, të drejtën. Edhe kështu që do t'ja shpjegoj tu sei unica, ti je unike, e nessuno sarà come te. E askush tjetër nuk mund t'jetë si ty. La tua voce conta anche quando il mondo ti dice di stare zitta. Që zëri jotë vlen, edhe pse bota të thotë që ti nuk do të thotë që do të rish zita, që mos me fol fare. Përshëndetje e gjithëve, mirë se vini në këtë set mas day 7, si jeni shpresim të mirë, atëherë këtë video po e nis vetë. Pse Eleni shkoj në shkollë sot, sepse sot është dita e shtunë për ne, për ju është dita e diel, edhe për pak do të vendosim edhe disa stories për ditëlindjen time, sepse juve po e shikoni të dielën, do me thonë që unë do të festoj ditëlindjen time. Por për neve është dita para, edhe po organizojmë gjërat e fundit, edhe unë kam net në shtëpi sepse isha me vërtet shumë e lodhur, pastaj dua të rregulloj pak shtëpinë. Edhe atë gjë, edhe pse sot në shkollë kam pas shumë gjëra, kush e di, kam mësuesit mungoshin, edhe thash nejse do të rri në shtëpi sot edhe të rregulloj pak dhomën, shtëpinë sepse do vi teze Diana e halla Leta, do me thonë motra babit, edhe kushërit e mi, Monda, Bani, tani do të shikojme, edhe atë gjë, edhe sigurisht për ne do të rregullojmë sepse është pak si shumë rrumuj. Atë atëre, unë sot kam shkuar, u kam zgjuar nga ora 10:30, jo më para, dhe kam shkuar tek teze Alma me bërë qereta,
edhe sa arrita në shtëpi. Sa mbarova me edituar videon, edhe Eleni arriti edhe nga shkolla. Është ora 3:30 edhe do të lajm shtëpinë. Që edhe lajm, si që e pat edhe përpara. Unë përpara kam, jo si që pat, por si që thash përpara, kam rregulluar krejt kravatët, kam rregulluar dhomën tanë. Por tani do rregullojmë krejt shtëpinë, edhe Eleni me mamin kanë gati, jo mbaruar, por shumë gjëra i kam bërë. Edhe tani do i ndihmoj edhe unë, se kështu bëjmë më shpejtë. Edhe s'keftoftë, unë jam t'u tha, por nejse, ndoshta pse ti televizja dhe unë isha të edituar videon, por nejse, nuk di pse, por shumë nga ju na kanë bërë, që më kanë bërë urimet sot, ditëlindja nuk është sot, as nesër, është jo, për ju po, është nesër ditëlindja ime, por ditëlindja ime është me 8 dhjetor. Po, okay. Nuk di pse më kanë bërë urimet, por hajde tani të pastrojmë shtëpinë. Atëherë tani Eleni do dali 2 minuta me mamin, sepse do marrin disa gjëra. Edhe aparatin do ja lej Elenit, se është këtu. Kanë thonë që adhurojnë kur ti bo fytyrat e tuja, tipo kështu. Na tani edhe punë të mbar. Na. Jemi në makinë, unë jam në makinë sepse mami ka shkuar tek fotografja. Sepse kemi stampuar disa foto për albumin që kam bërë për Stacyn, dhurate, sepse s'është album, por dua me vendosë shumë foto të kjo dhurate, sepse ka ngelur edhe disa letra boshe, edhe i vendos disa foto kështu, shumë të bukra. Edhe në makinë sepse s'ka parkeq, edhe mami ka lënë këto pak keq makinë edhe jam unë këto mbrenda. Edhe kështu pastaj do shkoj edhe me një dyshon tjetër, sepse do të marr disa busta si thirren. Zdi si thirren, edhe në Itali zdi si thirren, me vetë letrën mbrenda. Mami është të mbrenda. Jam tek kinezi edhe tani do marr ato busta që kam thënë përpara. I gjeta, janë këto. Atëherë vajzëne, sa të mbarova me unë darken, edhe tani do të tregoj dhuratën për Stacyn, sepse e kam mbaruar. To është një foto e Stacyn ku ishte e vogël. Një foto me mamin edhe babin e këto letre. Pastaj këto belize, që do të vendosë këto në bushke. Pastaj te Zediana, me Gjeni një dhe Gjohedi. Diana me Glende. Teze Sibella edhe Chloe. Tesiamo. Këto Gjendis. Këto pastaj kemi shokja dhe shoqet. Atëherë këto kemi disa foto me shokët dhe familjarët. Pastaj Okej. Kto edhe e fundit. Kështu. Mua më pëlqen më vërtet shumë. Atëherë, unë në shumë bërë shqepik të Elenit, por kemi harruar të ngreshim temperaturën, sepse për shqepik do të kesh një temperaturë për, domethënë, ngjitsin që të njithet tek shqepiku, dhe tani do e nis që kështu nisëm gjithë do ja bëj.
Edhe për të mbaruar këtë video këtu, tani do të hapim advent kalendar dhe 7. Mezi po e presim ditën që të vinë nesër. Po. Mezi po presim. Unë s'kam gjeta akoma fustani. Është një... Në më pëlqen fare, po çfarë gjëra koti, jam të mrena. Gjëra më plot mo. Jo, është hera, më pas 50 euro kjo, 51 euro kjo, plus 4 euro konsenja. Janë gjëra me vërtet super koti këto, ma koti se këto s'ka. Bea sot ka bërë edhe pak dityra sepse kjo, do me thonë, i bënë çdo herë gjatë javës i bënë të dielen, por do me thonë nesër do jemi shumë ngarkuar krejt ditën dhe u kemi detyruar që t'i bëshim sot edhe pak të ditën e premte, do me thonë dje. Edhe i ke gati mbaruar, Bea mungon shumë. Detyrat. Do fare i numeri, devo colorare. Pastaj? No, non faccio niente. Faccio un altro giorno. Do i bësh nesër mëngjes. Mezi po presim krejt sepse unë mendoj edhe shpresoj që do jetë një super fest, një super ditëlindje. Shumë emocionuar. Më vjen keq se shumë pjesa nuk mund t'i lejmë gjitha sepse do kemi disa pjesa por do kemi edhe disa konga, edhe nuk duan copyright sigurisht. Edhe për këtë arsye Do i keni tek Instagrami. Po, patjetër tek Instagrami sigurisht. Dhe ju lej edhe emrin këtu, shkoni na bëni follow sa më shpejt, se aty do t'ju karikojmë reels, post, stories, çdo gjë. Edhe ndoshta mund bëjmë edhe një live në TikTok, në Instagram, që shkoni na bëni follow, edhe në TikTok e profilim, sepse kur TikTok më ka pas bllokuar live në TikTok, edhe më ka pas thonë që kur do të mbusha 18 vjeçë, do të më zhbllokonte. Unë me 8 i bëj edhe shpresoj që mund të më zhbllokoj, sepse unë mund të bëj çdo ditë, krejt ditën live në TikTok, sepse e mba mend si u kina pas argëtuar, ishte më vërtet super funny, si hobby, si aktivitet ishte e adhuroheshin sepse komunikoshin me ju, edhe hyshin edhe persona të reja, do me thonë hyshin persona të reja që të ndjekne, ta ndjekshin, edhe ishte super e bukur edhe shpresoj që mund të rikthehem për live në TikTok. Edhe asgjë, ju duam shumë, faleminderit që shikuat edhe këtë Sedmas, faleminderit për këtë mbështetjen, për këtë dashurinë që na jepni çdo ditë. Edhe ne të shihemi nesër me Sedmas Day 8. Edhe asgjë, natën e mirë, love you so much edhe të shihemi nesër. Bye. Love you.